Këtë të diel fort lumturia e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë Johani vijoi vizitën e tij zyrtare në Patriarkanën Ekumenike në Fanar me pjesëmarrje në liturgjinë e përbashkët hyjnore të së dielës së të gjithë shenjtorëve. Kisha Ortodokse e Shqipërisë ka dhënë detaje nga vizita e kryepiskopit në Patriarkanën Ekumenike. Në orën 8:10 të kësaj të diele, fort lumturia e tij u nis nga hoteli drejt Patriarkanës, i shoqëruar nga mitropoliti i 40 kishave, hirësia e tij Andrea dhe djaku patriarkal Fotios, përfaqësuesi i oborrit të shenjtë patriarkal. Në orën 8:30 në kishën historike të Shëngjirgjit, kryepiskopi Joan bashkëkryesoi liturgjinë hyjnore me hierark të pranishëm të Patriarkanës në një atmosferë të ngrohtë liturgjike dhe uniteti shpirtëror. Në përfundim të shërbesës u shkëmbyen përshëndetje dhe dhurata simbolike në naos si shenjë dashurie vëllazërore dhe mirënjohje të ndërsjellë. Në orën 14 në nder të fort lumturisë së tij, Patriarkana Ekumenike shtroi një drek në restorantin Halat by Divan në zonën historike të Piripashës. Në drek morën pjesë tërshenjtëria e tij Patriarku Ekumenik Vartholome, mitropoliti i Myrës, hirësia e tij Krisostomos, eklesiarku i madh, si dhe personalitetet të tjera të larta kishtare. Kjo ditë kulmoi vizitën historike të kryepiskopit Joanës Seline, Patriarkanës Ekumenike, duke lënë gjurmë të forta bashkëpunimi, dashurie dhe respekti të ndërsjellë ndërmjet dy kishave motra, thuhet ndër të tjera në njoftimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.